Ditën e 31 dhjetorit ndava gruan për të festuar me të dashurën 20 vjeçare. Historia e milionerit, vendimi që ndryshoi gjithçka, nuk ka ditë më simbolike për ndarje se sa 31 dhjetori. Një ditë që për botën është mbyllje, për mua u bë fillim. Ose të paktën, kështu doja ta besoja atëherë. Ora shënon të 17:20. Qielli i Tiranës ishte gri, i rëndë, sikur mbante brenda vetes të gjitha sekretet që unë kisha shtypur për vite. Nga dritarja e zyrës sime në katin e 18 të shija qytetin që përgatitej të festonte. Njerëz me çanta, fëmijë që tërhiqnin prindërit nga dora, makina luksoze dhe autobus të mbushur. Të gjithë shkonin diku. Unë po shkoja drejt një fundi. Në tavolinë qëndronte telefoni. Një mesazh i lexuar, por pa përgjigje, po të pres. Mos u vono. Emri, Elisa, 20 vjeç. Studentja që hyri në jetën time si një frym pranvere dhe doli si një stuhi në shtëpi, gruaja ime, 22 vite bashkë. Një jetë e ndërtuar gur më gur. 2 fëmijë të rritur jashtë vendit. Darka e vitit të ri gati, si çdo vit. Tavolina e njëjtë, bisedat e njëjta, heshtja e njëjtë, dhe unë, milioneri që kishte gjithçka. Përveç vetes, si u bëra milioner, por humba burrin që isha, askush nuk pyet se sa vetmi ka brenda pasuria. Njerëzit shohin makinat, vilën, pushimet, bizneset. Askush nuk shen netët pa gjumë, boshllukun që nuk mbushet me zero në bank. Unë nuk linda i pasur. Kam ardhur nga një familje e zakonshme. Baba i punëtor, nëna shtëpiake. Paraja ishte ëndër, jo realitet. Që i ri kuptova se doja më shumë. Më shumë pushtet, më shumë respekt, më shumë kontroll. Biznesi im i parë dështoi. I dyti mezi mbjetoi. I treti më bëri emër. I katërti më bëri milioner, por në çdo hap, diçka humba. Gruaja ime, Arta, ishte aty që në fillim. Kur s'kishim asgjë, ajo besonte tek unë. Kur fitova gjithçka, ajo u bë pjesë e mobiljeve të shtëpisë sime, e sigurt, por e padukshme, nuk u grindnim. Dhe kjo ishte më e keqja. Heshtja jon ishte perfekte. E ftohtë. E vdekur, Elisa, rinia që më bëri të ndihesha gjallë. E takova rastësisht. Një takim biznesi me babain e saj. Ajo erdhi vonë, u ul në qoshe dhe nuk foli. Por kur ngriti syt, pash diçka që se kisha ndjer prej kohësh. Kureshtje, nuk ishte vetëm bukuria e saj. Ishte mënyra si më shite, jo si milioner, por si burr. Si njeri, fillimisht ishin kafe të pafajshme. Pastaj mesazhe nate. Pastaj pyetje që gruaja ime nuk mi kishte bërë kur, je i lumtur? Çfarë do në të vërtetë? Ajo nuk më kërkoi para. Nuk më kërkoi premtime. Më kërkoi vëmendje. Dhe unë u bëra i varur, e dija që ishte gabim. Diferenca e moshës, morali, familja, opinioni publik. I dija të gjitha. Por nuk më interesonte, sepse për herë të parë pas shumë vitesh. Ndihesha i gjallë, 31 dhjetori, dita e zgjedhjes, kur dola nga zyra, shoferi më pyeti, në shtëpi, zotëri, u ndala për një sekond. Një sekond që më ndau jetën në dysh, jo. Te hoteli Platinum, ai nuk pyeti më. Askush nuk pyet kur je i pasur, në ashensor mora frym thellë dhe i shkrova Artës, duhet të flasim sonte. Është e rëndësishme. Ajo u përgjigj pas 3 minutash, po të pres. Darka është gati. Fjala dark më goditi si thik. Sa herë kisha ngrënë në atë tavolinë pa qenë aty? Sa herë kisha qenë fizikisht prezent, por shpirtërisht larg, në hallin e hotelit, Elisa më priste me një fustan të zi, të thjeshtë. Nuk dukej 20 vjeç. Dukej si një kapitull i ri, je i sigurt? Më pyeti, e pash në sy. Gënjeshtra doli më lehtë se e vërteta, por nuk isha, momentet para ndarjes, ora shënonte 20, 15 kur u futa në shtëpi. Arta ishte e veshur bukur. E njëjta grua që më kishte pritur për 22 vite, gëzuar vitin e ri, më tha me një buzëqeshje që nuk e ndjeva, u ula. Nuk hëngra.
Duart më dridheshin. Parat nuk të mësojnë si të ndash një zemër, kam njohur dik tjetër, thash më në fund, heshtje, sa kohë? Pyeti qetë, mjaftueshëm, ajo nuk qau. Nuk bërtiti. Vetëm u ngrit, mori unazën dhe e vendosi në tavolinë, shko, tha. Dhe mos u kthe sot. Në sfond, televizori numëronte minutat drejt vitit të ri, një festë që nuk ishte festë, kur u ktheva te Elisa, fishek zjarret kishin nisur. Njerëzit përqafonin njëri tjetrin. Unë mbaja një gotë shampanjë dhe një bar që nuk do të më linte kurrë, ajo më puthi. Njerëzit brohoritën. Ora shënoi 00:00, vit i ri. Jetë e re. Apo kështu mendova, por diku, në një shtëpi të heshtur, një grua po mësonte si të merrte frym pa mua, dhe unë. Po filloja të kuptoja se disa vendime nuk maten me para, por me pasoja. Muaji i parë i lirisë, java e parë kaloi si mjegull. Një mjegull e ngrohtë, mashtruese, ku çdo gjë dukej më e lehtë nga sa ishte në të vërtetë. U zgjova më 1 janar në një suite hoteli, me dritaret e mëdha që shihnin qytetin e lodhur nga nata e festës. Elisa flinte pranë meje, e qetë, me frymëmarrje të rregullt. Dukej e pafajshme. Dhe për një moment, u përpoqja ta bind veten se kisha bërë gjën e duhur, telefonin nuk e hapja. Jo sepse nuk kisha sinjal, por sepse kisha frikë nga emri Arta, frikë nga emrat e fëmijëve, frikë nga realiteti, dashuria që jetonte në Instagram, por jo në jetë. Ditët e para ishin plot dalje, restorante, udhëtime të shkurtra. Elisa donte foto. Donte histori. Donte të jetonte momentin, unë i paguaja gjithçka. Jo sepse më kërkonte, por sepse kështu dija të shprehesha. Paraja ishte gjuha ime, nuk dua që njerëzit të mendojnë se jam me ty përpara, më tha një mbrëmje, nuk më intereson çfarë mendojnë, ju përgjigja, por më interesonte. Shumë më tepër nga sa pranoja, kur dolëm për herë të parë publikisht, e ndjeva. Vështrimet. Pëshpëritjet. Një burr mbi 50 vjeç me një vajzë që mund të ishte vajza e tij, unë ecja krenar. Elisa buzëqeshte. Por brenda meje, diçka filloi të çahej, telefonata që nuk doja të merrja, në ditën e 7 telefoni më ra. Emri i djalit tim, nuk ju përgjigja menjëherë, kur më mori herën e dytë, e dija që s'mund të fshihesha më, si munde. Ishte fjalia e parë. Pa baba. Pa përshëndetje, u përpoqja të shpjegoja. Fjalë të mëdha për ndjenja të vogla, e ke zëvendësuar nënën time me një fëmijë, tha ai, mbylli telefonin, atë mbrëmje Elisa më pa ndryshe. Jo më si burrin misterioz që kishte lënë gjithçka për dashurinë, por si një njeri me bagazh, do rregullohet, më tha. Ata do të mësohen, nuk ju përgjigja. Sepse e dija që disa gjëra nuk rregullohen. Vetëm mbahen mbi supe, gruaja që nuk më kërkoi asgjë, Arta nuk më telefonoi. Asnjë mesazh. Asnjë dram, kjo më shkatërroi më shumë se çdo skenë, një mbrëmje, i vetëm në zyrë, hapa emailin. Një mesazh i shkurtër prej saj. Avokati yt mund të kontaktoj timin. Nuk do të pengoj. Vetëm mos më pengo as mua. Asnjë sharje. Asnjë lutje, dinjiteti i saj më bëri të ndihem më i vogël se kurrë. Elisa dhe realiteti që nuk ishte pjesë e planit. Pas 2 javësh, filluan tensionet e para. Pse nuk rrim më shpesh bashkë? Më pyeti, kam punë, i thash, apo ke frikë? Fjala frikë më goditi, ajo donte udhëtime. Unë kisha mbledhje. Ajo donte spontanitet. Unë kisha zakone. Ajo donte të jetonte tani. Unë isha gjithmonë një hap pas, duke menduar për pasojat. Një natë më tha diçka që nuk e prisja, ti nuk je i lirë. Ti thjesht ke ndëruar burg, ajo kishte të drejtë. Skandali shpërthen, java e 3 solli lajmin që e ktheu gjithçka përmbys, një portal publikoi një foto tonën. Titulli ishte brutal, milioneri i njohur braktis familjen për studente 20 vjeçare, telefonat nisën të bien pa pushim. Ortak. Miq. Një sponsor u tërhoq nga një marrëveshje, reputacioni është gjithçka, më tha njëri prej tyre. Dhe ti po e djeg, Elisa qau. Jo për mua. Për komentet.
Përfyrjet. Për faktin që u bë personazh publik pa e zgjedhur, nuk e dija që do ishte kështu, më tha, as unë, kur dashuria nuk mjafton, muaji I parë po mbyllej. Dhe bashkë me të, edhe iluzioni, një mbrëmje, ndërsa po hanim darkë në heshtje. Elisa la pirunin dhe më pa drejtë në sy, ti nuk më sheh si partnere. Më sheh si aratisje, nuk e mohova, sepse ishte e vërtet, unë nuk e lash gruan për Elisan, unë e lash për të ikur nga jeta që kisha ndërtuar, dhe tani, ajo jetë po më ndiqte kudo, fundi I muajit, fillimi I dyshimit. Në ditën e 30 të, u zgjova herët. Elisa flinte ende. E pash dhe mendova, a do jem këtu pas një viti, nuk e dija, por dija diçka tjetër, paraja nuk e blen qetësinë, rinia nuk ta fal të shkuarën, dhe disa zgjedhje. I paguan çdo ditë. Kërkesa, përballja dhe rënia ka një moment në jetën e çdo njeriu kur e kupton se nuk është më ai që mendonte se ishte. Për mua, ai moment erdhi një mëngjes të ftohtë janari, kur Elisa u ul përballë meje, me duart e mbështjella rreth një filxhani kafeje që nuk e pinte. Kërkesa që nuk ishte dashuri, duhet të flasim seriozisht, tha ajo. Nuk ishte toni I një vajze 20 vjeçare. Ishte toni I dikujt që kishte marrë një vendim, nuk dua të jem sekret. As tem portalesh. Dua siguri, çfarë lloj sigurie? E pyeta, edhe pse e dija, të zhvendosemi bashkë. Një shtëpi. Të jemi real, fjala shtëpi më shtrëngoi kraharorin. Sepse shtëpinë e kisha pasur. Dhe e kisha humbur, është shpejt, I thash, për ty, u përgjigj. Jo për mua. Unë nuk kam çfarë të humbas, ajo kishte rini. Unë kisha rënoja, takimi me Artën, 2 ditë më vonë, avokati më telefonoi, Arta kërkon një takim. Pa avokat, e pranova. Jo sepse isha gati, por sepse isha lodhur nga ikja, u takuam në një kafene të vogël, larg qendrës. Ajo erdhi e vetme. Pa grim të rënë. E qetë. E fortë, si je? E pyeta, automatikisht, po mësohem, tha. Me heshtjen, nuk kishte mlef. Nuk kishte urrejtje. Kjo ishte më e rënë, nuk kam ardhur për të kthyer, vazhdoi. Vetëm për të thënë diçka. U përkula përpara, 22 vite nuk ishin gabim. Ishin jetë. Mos I përdor si justifikim për krizën tënde, fjalët e saj më prejnë më thellë se çdo sharje, fëmijët nuk duan të flasin me ty tani, shtoi. Jo sepse I urrej, por sepse janë të zhgënjur, kur u ngrit për t'u larguar, la diçka në tavolinë. Një foto të vjetër. Unë, ajo dhe fëmijët. Kur nuk kishim asgjë, por ishim gjithçka, goditja financiare, një javë më pas, erdhi goditja që nuk e prisja, një nga investitorët kryesor u tërhoq zyrtarisht. Arsyeja, rrezik reputacional, një kontratë shumë milionëshe u pezullua. Një tjetër u anulua, paraja nuk u zhduk. Por siguria po. Kjo lidhje po të kushton, më tha financieri im. Dhe nuk flas vetëm për para, kur ja thash Elisas, ajo reagoi ndryshe nga sa prisja, pra, unë jam problemi? Më tha me zë të ngritur, jo, ju përgjigja. Por situata është, nëse më do I përballosh, tha ajo, dhe aty kuptova diçka të frikshme, ajo po më donte versionin tim të fortë. Jo atë që po binte, nata kur u thye, një natë u ktheva vonë. Elisa ishte jashtë me shoqet. Shtëpia ishte bosh. Heshtja më goditi si grusht, u ula në errësirë. Mora foton që Arta kishte lënë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh. Qava, jo si burr. Si fëmijë, qava për zgjedhjen. Qava për arogancën, qava sepse mendova se rinia e dikujt tjetër do mbushte zbrazëtin time, por ajo zbrazëti ishte e imja, përplasja finale me Elisan, kur Elisa u kthye, më pas sytë e skuqur, çfarë ke? Pyeti, jam duke humbur gjithçka, I thash, ajo heshti për disa sekonda. Pastaj tha diçka që nuk do ta harroj kurrë, unë nuk jam këtu për të parë të rrëzohesh. Unë jam këtu për të jetuar, në atë moment, e kuptova, ne nuk ishim në të njëjtën histori, ajo po fillon të jetën, unë po paguaja për zgjedhjet e mia, pyetja që mbeti pezull, kur ajo u fut në dhomë, mbeta vetëm në sallon duke menduar,
A lash një familje për dashuri? Apo për frikë nga plakja, a ishte Elisa shpëtim? Apo pasqyrë, nuk kisha përgjigje, por e dija që fundi po afrohej. Jo domosdoshmërisht i lidhjes, por i iluzionit, ajo që mbetet kur gjithçka hesht, disa funde nuk vinë me zhurmë. Vinë me valigje të mbyllura ngadalë dhe një derë që nuk përplaset. Vendimi i Elisas, u zgjova herët atë mëngjes. Shtëpia ishte tepër e qetë. Instinktivisht e dija, valigja e saj nuk ishte më pranë derës. Parfumi i saj nuk ndiej më në ajër. Në tavolinë ishte vetëm një letër, e palosur thjesht. Pa dramë. Pa lot të derdhur mbi letër, nuk po iki sepse nuk të dua, po iki sepse ti nuk e do veten. Unë nuk dua të jem kujtesa e një gabimi. Dua të jem fillimi i dikujt, jo fundi i dikujt tjetër. U ula. E rilexova 3 herë. Nuk kishte akuza. Nuk kishte kërkesa. Kishte vetëm një të vërtet që unë e kisha shmangur. Elisa nuk më braktisi, ajo u shpëtoi rënojave të mia, letra e artës. 2 ditë më vonë, mora një zarf në zyrë. Dora e shkrimit më ishte e njohur. E hapa ngadalë, nuk ta shkruaj këtë për t'u kthyer, as për të falur, ta shkruaj sepse dikur ishin 2 njerëz që nuk kishin asgjë, përveç njëri tjetrit. Ti u bëre milioner, por humbe diçka më të shtrenjtë, për ulsinë. Unë do të vazhdoj përpara. Edhe ti do të vazhdosh, por mos e gënje veten se kjo ishte dashuri. Ishte frikë nga boshllëku, të uroj paqe. Jo lumturi të zhurmshme, por paqe, e mbylla letrën. Për herë të parë nuk pata asnjë kundërshtim. Milioneri pa publik, muajt që pasuan nuk ishin spektakolar. Ishin të heshtur, disa kontrata nuk u kthyen kurrë. Disa miq u zhdukën. Emri im nuk ishte më lajm. Dhe për herë të parë nuk më interesonte, jetova vetëm. Pa shërbëtor. Pa shofer. Pa zhurmë, në mbrëmje, ndizja një dritë të vogël dhe rria me mendimet e mia nuk ishte vetmi e frikshme. Ishte vetmi e merituar, takimi i fundit me të kaluarën, një pasdite pranvere, pash artën nga larg, rastësisht. Po qeshte me dikë. Dukej më e lehtë. Më e lirë. Nuk u afrova, sepse disa njerëz nuk janë për t'u kthyer. Janë për t'u respektuar nga larg. A mbeta vetëm? Po, por jo bosh. Mbeta me një të vërtet që nuk e mësova nga librat, as nga parat. Nuk e humba gruan sepse rash në dashuri, e humba sepse harrova kush isha kur ajo më deshi, nuk fitova rini. Humba dinjitetin për një iluzion. Fjala e fundit e milionerit, nëse po e lexon këtë dhe mendon se pasuria të shpëton nga përgjegjësia, gabohesh. Paraja ta jep lirinë të zgjedhësh, por nuk të shpëton nga çmimi i zgjedhjes. Unë e pagova çdo natë në heshtje.